Ndodh arrestimi i parë për korrupsion aktiv në zgjedhje në Lushnjë. 38 vjeçari premtoi një shtetasi dhënien e një shumë parash. Dyshohet për t'i bler votën në interes të një subjekti politik. Sekuestrohet karta e identitetit e shtetasit që i ishin premtuar parat. Sipas policisë së Lushnjës, u arrestua në flagrancë shtetasi ML, 38 vjeç, banues në Lushnjë për veprat penale, korrupsioni aktiv në zgjedhje dhe marrja dhe përdorimi palishëm i dokumentit të identifikimit. Nga hetimet e kryera në bashkëpunim me prokurorinë e Fierit, dyshohet se shtetasi ML i ka marrë shtetasit MT kartën e identitetit, si dhe i ka premtuar dhënien e një shumë parash, dyshohet me qëllim blerjen e votës në favor të një subjekti politik, pjesëmarrës në zgjedhjet parlamentare të datës 11/5/2025. MT e ka denoncuar në polici ML vetëm disa orë pasi kishte rënë dakord me të se do t'i jepte votat në këmbim të parave. Ndërkohë, ka qenë menjëhershëm reagimi i shtabit të Partisë Demokratike në qarkun Fier, duke quajtur sajesat të turpshme dhe manipulimi e opinionit publik nga policia e shtetit, kur kërkon edhe hetim nga prokuroria e posaçme antikorrupsion. Sajesat e turpshme si të sigurimit të shtetit as na ndikojnë, as na shfokusojnë nga misioni ynë për të bërë më të mirën për Shqipërinë. Ne distancohemi nga çdo krim elektoral dhe jemi në krye të betejës kundër shkeljeve të ligjit në zgjedhje. Manipulimet e opinionit publik të kryer nga policia e shtetit, një band në shërbim të Belinda Ballukut, duhet të marrin përgjigje nga prokuroria e posaçme. SPAK duhet të hetojë menjëherë rastin dhe të vendosë para përgjegjësisë cilin do që ka shkelur ligjin. Ne kemi besim të plot tek SPAK për zbardhjen e këtij rasti, ku po keq përdoret policia e shtetit për propagandë bajate kundër Partisë Demokratike. Sajesa e trashë qesharake dhe turpshme e policisë së shtetit është bërë për llogari të Partisë Socialiste dhe Belinda Ballukut për të zhurmuar krimin elektoral të detyrimit të administratës për të marrë pjesë në mitingjet e Partisë Socialiste. 35 fletëthirrje janë dërguar tek strukturat e Partisë Socialiste për krime zgjedhore vetëm ditën e djeshme për këtë krim elektoral. Ne inkurajojmë prokurorinë e posaçme që të vijojë punën për goditjen e çdo krimi zgjedhor në qarkun Fier, thuhet në reagimin e Partisë Demokratike të qarkut Fier.